Ka skaduar ultimatumi 6 orësh që ushtria izraelite kishte paralajmëruar për civilët palestinez për të evakuar nga Gaza drejt jugut të qytetit. Por pa u mbyllur ky korridor, nga Izraeli janë lëshuar raketa që kanë rënë edhe mbi civil, me styre dhe gra e fëmijë që po largoheshin drejt jugut. Zyra e shtypit e grupit militant Hamas i tha CNN se në këtë sulm error u vranë 70 vet, ndërsa 200 të tjerë mbetën të plagosur, por nga ana e Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë konfirmohen 12 të vdekur. Pasi mbaroi ultimatumi për civilët, kryeministri Netanyahu u takua me ushtarët në frontin e luftës, ku sipas videos së shpërndar për median dëgjohet të thotë ushtarëve: "Jeni gati për fazën tjetër?" Në po të njëjtën linjë, zëdhënësi i ushtrisë Richard Hatch tha se blokada izraelite mbi Gaza do të vazhdojë nga ajri, deti dhe toka. ואחריהם גל נוסף של חמושים שרצים ברגל, שזה לוחמי סער, לא נוח'בה.